rikthyer dhe tashmë e kam Aliun edhe Kujtimin këtu në studio, dy programerët të cilët janë pjesë e një stafin më të gjerë në fakt, por që patë mundësi vetëm këto të dy t'i kemi sot në studio, për të treguar edhe për platformën dhe aplikacionin të cilin ato e kanë krijuar, Moonlight, një platformë për shkrimtarët, në fakt që do të ndihmoj edhe komunitetin e shkrimtarëve, sigurisht do të na tregojnë më shumë detaje se çfarë është platforma, çfarë përmban, shumë detaje të tjera. Ne do të flasim për të gjitha këto, do të flasim për inteligjencën artificiale, do të flasim edhe për atë për mundësitë në fakt që kanë të rinjt për të ndërtuar diçka edhe nga vendi ynë, por që mund të jetë diçka edhe shumë më globale. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit Prizma, faleminderit që erdhët për të treguar pak edhe për aplikacionin tuaj, platformën tuaj. Përshëndetje, kënaqësia jone, faleminderit për thirrjen. Patjetër. Më tregoni pak ju, unë ju pyetja domethënë sepse normal që patë mundësi që vetëm ju të dy të vini këtu, megjithatë jeni një ekip, jeni një staf i madh që keni punuar pikërisht për ta sjell në jetë le të themi edhe këtë platformë kaq interesante për të cilat do të na zbuloni. Sa persona jeni në ekip? Në ekip jemi 9 persona, ku dahen në pjesë 3 persona janë në pjesën e web appit, aplikacionit të web appit. 3 tjerë janë në iOS dhe pjesa tjetër, 2 persona janë në backend dhe një është në social media content creation. Në pjesën e marketingut. Në pjesën e marketingut, po. Sigurisht, pra duhet i ketë kur krijohet një platformë e tillë, duhet i ketë të gjitha pjesët nga paka, po duhet i ketë të gjithë njerëzit e duhur mbase për t'i pasur. Momentalisht platforma është në web edhe në Apple apo në iPhone. Po që së shpejti besoj do t'jetë edhe në Android, apo? Për gjithë ne përdoruesit e Androidëve. Do t'jetë së shpejti. Jemi duke punuar të ajo që ta bëjmë edhe për në Android. Super, shumë mirë. Duhet sigurisht, e tham edhe këtë, që duhet një ekip shumë i madh për të dalë më në fund një platformë e tillë, megjithatë do t'i flasim më shumë detajet, e në ndërkohë do të kemi mundësi që t'i shohim pak a shumë këto janë pamjet, besoj edhe të platformës tuaj, kemi marrë disa pamje për t'i parë në ndërkohë se çfarë flitet edhe shikuesit. Po, më tregoni pak çfarë është platforma, pak më detaje edhe për shikuesit ta dinë pak më tepër çfarë përmban, se unë e thash për shkrimtarët, megjithatë mund të jetë mbase nuk është bashkë e kuptueshme, le të themi. Po, definitivisht. Po, Moonlight është një platformë digjitale, si se përmendëm më herët, ose rrjet social, i cili është më shumë i fokusuar në storje. Domethënë përdoruesit mund të përdorin aplikacionin për të lexuar storje, mirë po çka është pak më unik pi platformave tjera ose pi mënyrës se si u kena mësuar të lexojmë deri tash. Njëjtë është edhe një hapësirë për shkrimtarët, ku mund të hinë në Moonlight edhe të postojnë për punën e vet, storjet e vet që i kanë bërë, dhe ta shfaqin këtë kreativitetin e vet që e kanë. Pra shumë interesant hapësirë për të dhënë edhe shkrimtarëve edhe të tjerëve, në fakt sepse ka edhe njerëz të cilët mbase nuk shkruajnë shkrime të gjata, megjithatë mund të vendojnë storje të shkurtra. Po, marrë parasysh, po, punën e vet që e bëjnë. Domethënë, jo, siç e thënë, jo specifik për autor, po pa marrë parasysh content creator, siç i quajmë sot. Gjithashtu është edhe për ato që kanë qejf të lexojnë, por ndoshta nuk e kanë kohën ose tash kanë ndryshuar shumë mënyra e fokusit. Është në mënyrë pak më ndryshe që do folim se si lexohen storyt, që u ndihmon edhe atyre që kanë qejf të lexojnë por se kanë kohë. Pra edhe për të gjithë ato të cilët mbase sepse vërtet kanë ndryshuar tashmë edhe librat janë më të pakët, njerëzit nuk lexojnë vetëm në telefonat e tyre, por që kjo është diçka edhe tjetër, sepse nuk i lexojnë pjesë-pjesë, domethënë nëse dikush e vendon histori pjesë-pjesë dhe dikush mund ta lexojë episodin e parë, le të themi si film, le ta quajmë epizode, apo si funksionon pjesa e leximit. Me kapituj, edhe quhet ne kemi quajtur bite size content, që nëse e përkthejnë është në copa kafshimi. Aha, në copa kafshimi. Edhe janë pjesë shumë më të vogla që të ndihmon shumë ma lehtë ta kuptosh, ta dish se ku ke mbet, për shembull nëse lexon një libër shumë më të madh, pjesa e fokusit ndron, edhe duhet ta fillosh edhe ta mbarosh, ndërsa te këto mund të lexosh 5 minuta, 10, pastaj mund të kthehesh prapë në një periudhë më pastaj e din se ku ke mbet. Po, edhe nëse ke harruar mbase atë pjesën e bën mirë si ato introt mbase që janë në për këto filmat e shkurtër. Po, jashtë nëse mund ta shohësh, është vetë se historia më lart edhe ku është pjesa e fundit që e ke lexuar.
Ajo që e shohim në fakt edhe përmes këtyre pamjeve është që ka edhe fotografi të shumta, video mbase që i shoqërojnë këto tekste, po që mund t'i vendojnë? Fotografi po, video jo. Video jo, okej, fotografi sigurisht për shkak të historisë. Ka përveç tekstit kanë edhe, domethënë promptat ku mund postosh një prompt dhe userat marrin të shkruajnë për atë prompt, që është shumë interesant. Përveç kësaj është text-based, mirë po kena hapësirë edhe për foto. Domethënë mund të postojnë një tregim me foto, këtë kena hasna për ndoshta në TikTok, shohim shpeshherë si video, mirë po janë me foto të i vë slide. Njëjtë për momentin jena të dashtë të bëjmë edhe një farë lloj audio. Jo audiobook, mirë po si efekt, domethënë ta bëjmë më interesant pakat mënyrën e leximit. Ti fokusohesh më shumë ç'është efekte edhe për të pas mbase ndonjë sound mbrapa teksa lexon apo një zë. Njëjtë edhe brenda story çdo kapitull mund të kese foton e vet që e ndryshon mënyrën se si lexohet historia, se t'jep një ndjenjë pak më ndryshe. Gjithashtu ka edhe karaktere që mund t'i krijosh, kanë avantazhe, disavantazhe të veta, thjesht ta bëje atë storyn ma tërheqëse, ma interesante edhe për lexuesin. Domethënë gjatë tekstit mund të ketë çdo foto, domethënë ato foto nuk janë vetëm cover i historisë, por në fakt ka edhe foto të tjera gjatë varet prej historisë, prej pjesës, paragrafit le të themi, apo mund të ti vendojnë edhe ashtu. Një bubble që ne e quajmë, që është një flusk ose një si ato në WhatsApp shembull që janë, një bubble mund të ketë tekst, foto ose interaktiv. Interaktiv, shumë interesant. Ka inteligjencë artificiale sa është e përfshirë në këto, sepse besoj që ato të cilët krijojnë, mbase duan që ta kenë pak më lehtë edhe për të krijuar përmes tekstit që e kanë shkruajtur, ta krijojnë një imazh për atë që e kanë shkruajtur. Po, kena si mjet ta quajmë ose si tool edhe këtë AI-n. Mirë po, normal, domethënë përdoret më shumë nga ana e shkrimtarëve. Mirë po, domethënë përdoret si tool shembull për sugjerime, King Gates më një pikë edhe t'jep sugjerime si të vazhdojsh bazë çka je të shkruajt për moment. Domethënë merr komplet kontekstin çka je të shkruajt edhe t'jep sugjerime. Mund të përdoret edhe për korrigjime të rishkrimore ose çka do qoftë, kështu me radhë. Nuk është se përdoret për gjeneruar një histori, sa ajo atë pjesë njerëzore nuk mund ta humbi. Përdoret thjesht si mjet. Si mjet ndihmë, si ndihmës për t'i drejtuar deri diku edhe shkrimtarët, sigurisht, sepse qëllimi është që vetë njerëzit t'i shkruajnë historitë aty, apo? Më thoni pak si erdhi ideja e gjithë kësaj, sepse shohim shpesh që kur duhet programerët të krijojnë ndonjë platformë ose diçka, shpesh zgjedhin ose loja, games që janë këto, ose rrjete sociale të tipit dating apps apo që janë për të shumta, besoj. Si lindi ideja e gjithë kësaj diçka ndryshe? Duke filluar nga vetë ne e pam se njerëzit kanë qejf të lexojnë, po thjesht nuk e kanë kohën e duhur. Edhe libri tradicional nuk të ofron mënyrën të lexosh, shembull mund të lexosh duke shkuar diku në mënyrë më të thjeshtë. Edhe për shkak attention spamit është një ndër arsyet më kryesore pse vendosëm ta bëjmë këtë platformë edhe me konceptin e bite size koncepti. Okej. Ka të bëj kjo sepse keni bërë mbase më shumë market research edhe prej të rinjve, sepse të rinjtë nuk e kanë atë fokusin. Mënyra se si ndron fokusi, gjithmonë ke diçka që të ndërpret. Gjithmonë duhet të rrim me telefona ndosh shumica e neve edhe është diçka që të ndihmon shembull të lexosh prej në telefon, diçka që është pak më ndryshe. Kena problemet moderne lipin zgjidhje moderne. Ashtu është. Jetojmë në një kohë ku si e quajtëm këtë attention span është shumë nuk pa dobësu, domethënë kjo fokusi. Ne kena shumë tram për të fokusuar, pse shkaku i mënyrës jetese se si jetojmë sot, domethënë vazhdimisht brenda një kohe shumë të shkurt hapim në rrjet social, i ki disa video si cila ndryshe për tjetrës. E vërtet. Edhe vazhdimisht nëse aplikacioni tjetër kështu me radhë, edhe për këtë arsye kena mendu. Domethënë këto është ajo ideja që pse në këtë formë bite size që e quajmë ose bubbles, më saktë i quajmë në Moonlight.
Kjo është po, dhe shumë i rethej në faktat që problemet moderne kërkojnë zgjidhje moderne, sepse ne gjithmonë flasim për teknologjinë, flasim për përparimin e teknologjisë që ndonjëherë ka dilema, a është mirë, a është keq. Megjithatë e kemi këtu, është e pamundur, s'mundemi ta kthejmë në kohën pas edhe të kthehemi në atë kohë kur s'kemi pas teknologji. Besoj edhe ju jeni të rinj, po që e keni kap mbase atë pjesën ku s'ka qenë atë që përparuar teknologjia dhe e kemi kap atë tranzicionin, ne që e dim. Po që fëmijët sot s'mund t'i bindesh që s'duhet të mbajnë telefon në dorë dhe nuk duhet të scrollin non-stop me telefon, është e pamundur. Si mendoni që erdhi dhe gjithë kjo humbja e fokusit e të rinjve? Mendoni që me këto platformat e reja që vinë, sepse nëse më herët ka pas ta zëm ishte Facebooku, Instagrami, deri diku që ishte vetëm me fotografi në fillim nëse zgaboj, megjithatë kishte tekste të gjata, kishte video më të gjata, por me ardhjen e sidomos TikTokut pas pandemisë, që u bë edhe më hit, sepse ka qenë më herët, megjithatë më hit u bë në kohën e pandemisë. Besoj që ndryshoi kjo apo me platforma të tilla. Po, mendoj se TikToku ka qenë ajo finalja e kësaj, ndryshimi i përmbajtjeve çdo sekond. Po. Për shembull, je duke bë scroll edhe çdo video nuk ka të bëje videoja e parë me videon e ditë. Edhe bëhet si shprehi vetëm të shohësh diçka, jo se të mësojsh ose ti je involvuar, po është thjesht quhet si term doom scrolling, thjesht bësh scroll pa nevojë. E vërtet, ndonjëherë e marr telefonin dhe vetëm rri kot. Nuk e di çfarë jam tu pa, ama jam tu pa diçka vetëm kot aty vetëm për të kaluar kohën. Pastaj e hap aplikacionin tjetër. Po, e vërtet. Domethënë, me të vërtet jetojmë në një kohë ku këtë rrjetet sociale këtë më të mëdha që janë të konkuru për vëmendjen tonë. Domethënë ta marrin vëmendjen tonë. Çfarë që e ceka më herët hin bën scroll e kryejnë të njëna mëse më njerë ta hapja edhe të tjetën të shë çka ka postu, çka ka. Shumë e vërtet edhe kanë konkurrencë ndërmjet veti. Si e ndjeni ju edhe me Moonlightin edhe këtë pjesën e konkurrencës? Është diçka më e veçantë, është diçka pak më ndryshe. Nuk e di a ka platforma të tilla mbase në nivel global edhe mund të ketë të tjera, megjithatë është diçka pak më ndryshe, më e rrallë, le të themi që nuk e shohim çdo ditë në telefonat tona të dolladuar. Ka platforma të ngjashme, por me konceptin e bite size-it, nuk është se ka kështu me konceptin e bubblesave. Po. Është shumë ma e rëndë kështu, konkurrencë ka shumë për shkak se njerëzit janë mësuar të shohin, jo të lexojnë. Po. Leximi është duke humbur në shoqërinë tonë për fat keq. Dhe është rëndë për të bërë diçka. E kanë më lehtë mbase vetëm ta dëgjojnë, ta shikojnë dhe ta dëgjojnë dhe jo ta lexojnë vetë, të mundohen le të themi të hyjnë në atë historinë e thellë. Megjithatë, si e shihni deri tash, sepse besoj që kjo mbase ka ndikuar edhe ritmi i jetës, duke qenë se ne tash jetojmë në ritme pak më të shpejta, ose ne na duket ashtu se edhe prindrit tonë thonë gjithmonë që edhe ne jetën e kemi pas dinamike, megjithatë, ne kur flasim tash e themi që gjithmonë jemi në një jetë më të shpejtë, në një ritëm të shpejtë të jetës. Dhe ajo na bën ndonjëherë nuk duam që të lexojmë sepse e lëshojmë dikun vetëm për ta dëgjuar dhe ose vetëm për ta parë dhe e kemi pak më të lehtë. Mendoni që edhe kjo ka ndikuar pikërisht për të sjellë deri këtu ku jemi që nuk duam të fokusohemi aq shumë? Po, ndoshta është mënyrë më e lehtë për ta marrë një informacion, ama kur lexon diçka edhe kur e dëgjon, emocioni, ndjenja është shumë më ndryshe. E vërtet. Sidomos kur ka të bëjë ndonjë histori, sepse këtu shkruan histori të ndryshme, besoj që dikush mbase edhe preferon të shkruajë edhe historitë personale, diçka interesante nëse ka ndodhur. Po, ka lloj-lloj historish, ka histori reale, komedi, për shembull ka disa histori që folin për ngjarje reale që kanë ndodhur. Ka disa të përfshira. Po. Keni lexuar ju që e keni bërë platformën, keni hyrë shihni se çfarë interesohet më shumë, çfarë intereson njerëzit më shumë të shkruajnë dhe çfarë intereson më shumë të lexojnë? Po, normal. Për ta përmirësu aplikacionin duhet vetë t'jena usera dhe ta shohim çka është të ndodhur në aplikacion. T'jena edhe më afër edhe me shkrimtarët që domethënë vazhdimisht ti pyesin për feedback, na kallzojnë çka është mirë, çka nuk është mirë. Ka lloj-lloj story, më shumë ju pëlqen të shkruajnë për horror ose scary stories. Ajo është një temë duket që e shkruajnë më shumë. Mirë, po si e përmendëm kena kategori të lloj-llojshme, edhe është të gjitha nga pak.
sa përdorues i keni deri më tani, si ka shkuar deri më tash, si ka qenë edhe feedbacku i përdoruesve, ata të cilët kanë filluar të shkruajnë, por edhe ato të cilët lexojnë, cili është feedbacku që keni marrë deri tash, sepse e di që për një kohë të shkurtër domethënë ka marrë emër si platformë dhe po dëgjohet. Paka shumë aplikacioni ka 3 muaj që është lancuar publikisht, dhe numri përdoruesve është 25.000 për moment. Që është një numër shumë i mirë, besoj, apo për aq pak kohë. Po, është numër shumë i mirë. Gjithashtu edhe feedbacku, reagimet kanë qenë shumë të mira. Shkrimtarët sidomos u pëlqen se është një mënyrë krahasim me platforma tjera, mund të shkruash edhe të publikosh diçka brenda minutave. Nuk duhet, është shpejt. Po, nuk ka ndonjë ndërmjetësues ose diçka që atë shkrimin tënd e merr e bën profit prej asaj. Është thjesht publikim, atë që e shkruan ajo është e jogja, nuk është se e marrim ne. Publikohet me emrin e vet, me këto userat, domethënë çdo njeri ka atë historinë që e shkruan, po me emrin dhe mbiemrin e vet me atë që paraqitet. Është një gjë e mirë sepse i lidh edhe shkrimtarët ndërmjet veti, apo? Shpesh mund të takohen edhe shkrimtarët ndërmjet veti këtu, ti këtë histori, unë këtë histori dhe është një lidhje edhe për shkrimtarët edhe për të gjithë ato. The që para 3 muaj sigurisht ka mbaruar edhe ka dalë në publik, po sa punë është dash? Ma tregoni pak për pjesën mbrapa, sepse gjithmonë keni krijuar një platformë, njerëzit mendojnë që është e lehtë, po besoj që ka një punë të madhe për të krijuar një platformë të tillë. Platforma ka diku rreth 4 vite që zhvillohet. Pra 4 vite ka që jeni duke punuar në këtë platformë. Po, jo, nuk ka qenë kjo sasi e njerëzve në fillim, që ka fillu, tash që jemi kështu... Me kalimin e kohës? Po, me kalimin e kohës, është të rritet numri i punëtorëve. Këtë periudha është 4 vite. Kujtimi ka qenë pak ma gjatë në platformë. Po. Ka marrë për një kohë shumë gjatë, shumë punë. Edhe nuk do të thotë që e kena lënë me çka, që më thonë, kena plot sene, si kena me përmisu, si kena me bëma mirë. Interesant, 4 vite, sepse njerëzit e shohin tash e mendojnë që ju programerët uleni aty, punoni disa orë ose për një ca muaj ose një vjet, po ja që 4 vite në fakt janë dashur për ta sjellë në jetë, se ne gjithmonë ashtu themi, për ta sjellë në jetë një krijim apo një platformë të tillë. Cilat kanë qenë, nëse mund t'i themi, tash pjesa teknike nuk është që do kuptojmë shumë edhe ne mbasi dhe shikuesit, ato të cilët kuptojnë, ndoshta do e kuptojnë, po cilat kanë qenë ato pjesët të cilat ju gjithmonë e keni parë si më kritike, që jo të mos e bëjmë kështu, mos e bëjmë kështu, që kanë kërkuar më shumë kohë për t'i përfunduar. Ka qenë mbledhja e ideve si në mënyrën e realizimit, apo ka qenë pjesa teknike në aspektin atë që e punoni në programim, në ndërtimin e asaj që e bëni? Unë mendoj se kanë qenë të deja. Për shembull, me pjesën e AI-s, adesht jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si e përdorim AI. Shumë shkrimtarë kanë shumë probleme, për shembull me ChatGPT ose me këto, për shkak se ja marrin dhënat pa drejt. Ose shumica e feedbackut nga shkrimtarët është se ju pëlqen se nuk ka story që janë AI generated. Ajo është, po. Janë originale. Po, shembull, ide si kjo kanë qenë shumë të rëndësishme dhe edhe pyesim se çfarë do të bëjmë. Duke marrë parasysh se nuk jemi shkrimtar vetë, ta shohim se çfarë do përshtatet shkrimtarëve vetë. Domethënë keni marrë edhe në ndërkohë që e keni krijuar, sigurisht keni marrë edhe idejat edhe nga vetë ato të cilët do të ishin përdorues, që do të jenë edhe përdorues ose janë përdorues. Po, edhe vazhdimisht marrim kështu feedback edhe është shumë i rëndësishëm për t'i përmirësuar gjërat. Pra, gjatë gjithë kohës ka punë me këtë. Nuk është që doli platforma dhe mbaron me aq. Vetëm fillimi. Sa është e rëndësishme edhe pjesa e sigurimit, sa te përmendet, domethënë që ti marrin edhe të dhënat. Sa kanë pas të rëndësishëm edhe userat në fillim, ato të cilët kanë filluar të përdorin platformën në fillim, sa ju kanë pyetur, sa janë të sigurta të dhënat të cilët i vendojnë aty në platformë? Po, shumë, sidomos ka shkrimtarë që janë shumë të interesuar për këto edhe hini lexojnë në detaje. Gjithashtu, adesht shembull, histori që jetë duke i kriju, nuk është se ruhen në server, pa mos i leju ju si shkrimtar. Aha, okej. Po, e kena edhe një hub, domethënë punën që e shkruan, përderisa nuk klikon publish, përderisa nuk e publikon vetë, është vetëm mbahet
ose ruhet vetëm në device-in tonë, domethënë qoftë laptop ose telefon. Nuk kena akses të çka të shkruaj te puna jote, përderisa ti nuk jep drejt që ta publikosh, edhe ti marrim tonat, ti rrim server edhe t'ja u shfaqim tjera. Domethënë, jo vetëm që nuk ja u shfaqim normal, mirë po edhe nuk e marrim as në server, domethënë ajo është komplet puna jote edhe ki. Nuk keni akses të ajo pjesa. Po. Kjo është gjë në fakt shumë e mirë, sepse sigurisht e dim sa e rëndësishme është edhe siguria, sidomos në ditët e sotme që shohim hakime të ndryshme, hakera që po vidhen edhe të dhënat edhe informacionet e të tjerëve, kështu që besoj që është kjo është një hap shumë i rëndësishëm në fakt që e keni ndërmarrë, sepse dikush ndoshta don ta shkruaj historinë, por që në fund nuk bëhet pishman për ta publikuar. Megjithatë, ju nuk e keni atë aksesin që e ruan totalisht privatësinë e shkrimtarit. Është diçka shumë e rëndësishme. Shembull, kemi shkrimtarë që kanë shkruar në platforma tjera, edhe ka pasur histori që storje e shkrimtarit është publikuar nga dikush tjetër. E kanë marrë, domethënë është marrë. Edhe pse nuk ka qenë e publikuar, ka qenë ne i themi draft, është diçka që është në punim e sipër. Edhe pse nuk e ka publikuar në platformë, thjesht ka pasur është marrë. Kanë pas akses ato të cilët e kanë pas platforma. Po, dhe faktikisht kjo përbën problem sepse ato me punën e atij në fakt përfiton dikush tjetër. Kjo është, prandaj është në fakt është e rëndësishme për tu marrë parasysh edhe pjesët e sigurisë, sepse besoj që edhe pyetja e parë, mbase ndër pyetjet e para që kanë qenë është se sa e sigurt është platforma, apo pyesin gjithmonë kur krijohet një platformë e tillë. Sidomos kur është një platformë e re që nuk ke ti tregosh, shembull kemi 1 milion veta që shkruajnë. Po. Sidomos atë. Shumë e vërtet. Ne do vazhdojmë bisedën, do flasim pak edhe për inteligjencën artificiale, për ndikimin e teknologjisë në përgjithësi në vendin tonë, për atë se hapësira se sa mund të bëjmë të realizojmë edhe nga vendi ynë, sepse e shoh që shumica e shkrimtarëve në fakt janë edhe të huaj, me sa e shoh, kështu që do të flasim pikërisht edhe për këto, megjithatë do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, pa pasi rikthehemi në njëherë. Jemi rikthyer dhe vazhdojmë të flasim për platformën Moonlight, një platformë mjaft interesante që në fakt unë zbulova edhe diçka tjetër që do ta flasim pikërisht tash, sepse nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm për të shkruar, por ka edhe çmime të shumta, por që do t'i flasim vetëm pas pak. Unë dua t'ju pyes tash për personat, për të gjithë ata të cilët mbase na ndjekin dhe e kanë hapur platformën, duan të bëhen pjesë e platformës për të shkruar. Cilat janë, si mund të bëhet pjesë, besoj që është e lehtë regjistrimi këto standarde, besoj, apo që janë? Po, për dallim prej disa platformave tjera të quajmë ku mund të shkruajmë, është shumë e thjeshtë, domethënë veç kemë regjistrohesh në aplikacion. Normalisht downloadon aplikacionin, sepse varet fjalë për iOS, Moonlight, ose në web është moonlight.inc. Regjistrohesh edhe i ki krejt features-at, toolsat në disponim për të kriju një story edhe ta publikojsh, domethënë instant. Të theksojmë që aplikacioni dhe platforma janë falas, pra të gjithë ato të cilët duan të shkruajnë nuk ka nevojë që të pagojnë, të bëjnë ndonjë pagesë, por është komplet falas, vetëm mund të hyjnë aty, të regjistrohen dhe të vazhdojnë me punën ose të lexojnë, të shkruajnë çfarë të duan. Pse vendosët që të jetë falas? Sepse ka shumë platforma në ditët e sotme që i bëjnë me qëllim, me pagesë për të përfituar edhe ju. Për t'i bërë ndër komunitetit. Të shkrimtarëve. Normal jena në këto fazat e para të zhvillimit të produktit, Moonlightit. Edhe për momentin është shumë e rëndësishme të marrim feedback edhe ta përmirësojmë aplikacionin, ta bëjmë një aplikacion shumë të mirë, një platformë shumë të mirë, nuk bëhet fjalë vetëm për aplikacion, normal është edhe për web. Që njerëzit fillimisht të ndjehen të rehatshëm, të shkruajnë edhe ta shohin se domethënë për një është një vend ku është një platformë ku mund lirshëm ta shprehin punën e vet. Se mendoj se ka një farë mungese për këtë. Ka shumë kena ndëgjuar shumë histori, shumë njerëz që i marrin ndoshta edhe në draft. Domethënë nuk janë sigurt aty, domethënë Instagrami nuk është bashkë vend për t'i publikuar, kjo nuk është bashkë vend për t'i publikuar dhe i marrin në draft. E vërtet. S'mund të gjejnë asnjëherë një platformë të duhur që do të jetë vetëm pikërisht për atë, sepse nëse e publikon ta zëm në Instagram, do duhet ta publikosh vetëm si descriptions ose si janë ato, do t'i bësh me video, me foto. Megjithatë, kjo është tamam ajo platforma ideale për të gjithë ata të cilët e pëlqejnë pikërisht këtë lloj të shkruarit edhe të lexuarit në fakt. Më tregoni pak cilat janë ato toolsat që e bëjnë më të lehtë, që i ndihmojnë edhe shkrimtarëve pak më tepër për të shkruar.
Po, shembull, një prej toolsave që është shumë interesant janë promptat. Promptat janë si akselerator të ndihmojnë shkrimtarëve me ndonjë ide që ndoshta nuk u ka shkuar mendje. Njëjtë edhe toolsa tjerë siç e tha kujtimi më para është AI-ja me suggestion që të bën. Jo se të shkruan diçka thjesht, të sugjeron atë që e ke shkruar ti të sugjeron se si mund ta vazhdosh. Për sa i përket copyright, se shpesh e kemi mbase ndonjëherë e kemi edhe këto probleme zakonisht kur shkruajmë copyright. Ka për shembull nëse dikush e ka marrë historinë për dikujt tjetër edhe publikon aty, ka probleme nëse ose të paktën e ka ambientuar pak a shumë historinë, sepse dikush mund të ketë lexuar diçka, ka marrë një pjesë prej asaj edhe ka përshtatur me historinë e vet. Si funksionon në këtë aspekt? Për momentin, pikëpari kur publikon duhet i pyesim për çdo postim se a don të kese, domethënë don është si punë e vete, punë që e ka shkruajtur vet ose jo. Më pas kena edhe një opsion për të bërë report, domethënë nëse na si lexues e hasim një histori që është e vjetër ose e marrët për diku tjetër, e bëjmë report, edhe më njëherë domethënë këto vazhdimisht i shohim, i kontrollojmë a ka reporte, edhe nëse është valid, domethënë ajo që ka bërë report, normal marrim masa edhe e hekim më njëherë. I njoftojmë edhe pse u ka heq. Pra sigurisht u qëndroni besnik në pjesën e sigurimeve dhe gjithë ato që i përmendëm edhe ndihmës së shkrimtarëve, por megjithatë u qëndroni besnik edhe lexuesve, ato të cilët lexojnë, sepse nëse një lexues e ka raportuar që kjo është histori e dëgjuar ose e lexuar më herët, ju i merrni masat edhe për këtë i keni menduar të dy palët në këtë pjesë apo? Po, reporti edhe feedbacki është shumë e rëndësishme dhe është diçka që merret shumë seriozisht. Sigurisht. Ajo që është interesante atash, që unë dua t'i jap fokusin pak më tepër, sepse e thash edhe sigurisht që do ta cek përsëri që platforma është falas, mund ta përdorin të gjithë, me të vërtetë është diçka shumë e bukur, pse jo ta kemi pjesë të telefonave tonë edhe këtë, për të ikur asaj monotonisë Instagramit, TikTokut, Facebookut, ato të njëjtat që i kemi gjithmonë, pse mos të shohim edhe diçka e re. Por ajo që më la përshtypje, që më treguat në fakt është që ju përveç shkrimeve që bëhen edhe njerëzit të cilët i lexojnë këto shkrime dhe janë shumë interesante edhe për ato që i shkruajnë edhe për ato që i lexojnë, ka edhe çmime. Ka edhe një kontest, një garë, le të themi, edhe me çmime. Më tregoni pak si funksionon kjo. Çmime mes shkrimtarësh, garë mes shkrimtarësh. Po, është garë mes shkrimtarësh, ku lexuesit janë ato që vendosin se kush do fitoj. Garat në Moonlight janë çdo javë, garë e re. Tash gara do jetë Gara e ardhshme do jetë me 1 janar, ku do fitohet vlerë deri në 3.000 euro për 3 storit më të mira të shkruara në Moonlight. Kjo është si mënyrë prej neve për të kthyer diçka te komuniteti i shkrimtarëve. Për t'i motivuar dhe ridikuar edhe për të qenë pjesë edhe për të shkruar edhe historitë e tyre. Po, mënyra se si zgjidhen këto fituesit është ne quajmë lumensa. Janë pikë që mlidhen një histori ka reagime si claps, taps edhe shares, ku prej këtive mlidhen pikë edhe mbas asaj vendoset se kush është. Po, gjithashtu edhe komentet pozitive. Mbas tyre vendoset se kush është fitues. Pra lexuesi, deri diku lexuesit e vendosin edhe vetë fituesin. Kjo është një gjë shumë interesante, 3.000 euro, pra do ketë 3 fitues, apo? Nga 1.000 euro, secili 1.000 euro, që nuk është një shumë e vogël, pse jo? Nuk, do jetë pak më ndryshe, fituesi i parë do marrë pak më shumë, ti fituesit tjerë do marrin më pak. Po, sipas radhës sigurisht. Ka pasur deri tash, apo ka pasur gara të tilla ka pasur më herët, apo? Po, ka pasur edhe një garë para kësaj. Sa ka qenë interesimi kur ka qenë pjesa edhe te gara? Sa ka qenë interesimi edhe i lexuesve të reagojnë pikërisht për ta nxjerrë dikë fitues, po edhe i shkrimtarëve për të qenë pjesë e garës? Po, ka qenë interesimi mirë edhe pse për ne ishte si kontesti pilot, ishte e para, nuk donim ta bënim shumë për hapur, po tash kjo tjetra është ajo që presi që do të jetë. Po, që do ketë më shumë. Pra deri në 1 janar të gjithë ato të cilët mbase nuk kanë hyrë ende në Moonlight mund të bëjnë pjesë e Moonlightit edhe të bëjnë pjesë edhe e kontestit edhe e garës, apo? Patjetër. Një gjë interesante që është sepse sigurisht i shohim tash nga që të huajt mbase më shumë shkruajnë, shohim që anglisht mbase përdoret ndonjëherë edhe vetë ne shqiptarët kemi qejf ti bëjmë historitë anglisht, mbase më shumë mund të shprehemi, megjithatë është gjë shumë e bukur që e keni përfshirë edhe gjuhën shqipe në këtë, sepse shpesh mungon gjuha shqipe, unë e përmenda edhe më herët, shpesh mungon edhe gjuha shqipe në platforma të tilla.
Pse vendoset pikërisht që ta vendoni edhe gjuhën shqipe? A e menduat edhe komunitetin shqiptar pikërisht për të shprehur në gjuhën e vet aty? Po, patjetër. Domethënë, kur e shkruan një histori, ideja është mos ta çojmë një shkrimtar të bëjë punë dyfish, domethënë njerë ta mendojnë gjuhën që i vjen më mirë, mëse ta publikojnë në gjuhën që për shembull e pranon veç anglisht edhe ai patjetër. Pse se ja hub ndoshta atë thelbin ose atë mesazh. Qofse shprehet i vjen shumë më mirë që të shprehet në gjuhën e vet ose në gjuhë shqipe, atëherë pse jo le ta shkruaj në storin në gjuhë shqipe. Edhe normal lexues shqiptar që e kuptojnë do ta lexojnë storin. Kjo është gjë shumë e bukur sepse edhe për shqiptarët të cilët duan të lexojnë diçka në shqip, pse jo, ta kejnë edhe në gjuhën shqipe, po sa ka interesim për të shkruar storje në gjuhën shqipe? Sa keni parë njerëz të cilët preferojnë të shkruajnë në gjuhën shqipe? Po, kemi edhe shkrimtar shqiptar nga Maqedonia, gjithashtu kemi edhe disa shkrimtar nga Shqipëria që vazhdimisht shkruajnë në platformë. Pra ka interesim për të shkruar edhe në gjuhën shqipe. Edhe pse janë mix, shkruajnë edhe në gjuhën angleze më shumë se mënyra se sa veta mund të shohin është më e madhe në gjuhën angleze, por ka disa histori që kur tregohen në gjuhën tënde janë më të mira. Sigurisht, po. Megjithatë, po, ju mirë e thatë sepse duke qenë se është një platformë e nivelit global, pra është një platformë ku downloadohet në të gjithë botën, sigurisht që gjuha angleze është ajo që përfshin dominantja është, dhe që të gjithë ato të cilët base duan ta fitojnë garën, sigurisht që do t'i shkruajnë në anglisht, sepse për t'i fituar edhe reagimet edhe komentet e publikut, do duhet mbase një publik pak më i gjerë. Gjuhë tjera, cilat gjuhë janë të përfshira? Nuk është se është diçka që limitohet. Pra çdo njeri mund të shkruajë në gjuhën e tyre, apo? Po, çdo njeri mund të shkruajë në gjuhën e tyre. Kjo është e mirë. Po, ka story që janë norvegjisht, ka story që janë shqip, anglisht. Kto i kemi për momentin, po çdo kush është i ftuar të shkruajë. Për të shkruar në gjuhën e tyre. Kjo është gjë e bukur sepse çdo njeri ndonjëherë dëshiron që të shprehet në gjuhën e vet për ta thënë më troç, le të themi atë që don ta thoj. Të flasim pak për inteligjencën artificiale, ju e përmendet që është e përfshirë sigurisht, se është e pashmangshme besoj, apo? Është e përfshirë, po për të ndihmuar. Më tregoni pak si e shihni edhe ju si programer, duke qenë se çdo ditë e shihni këtë inteligjencën artificiale, këto bisedat e inteligjencës artificiale, a e shihni më shumë si rrezik, si zëvendësim të njerëzit, apo e shihni si një ndihmë të madhe, ashtu siç keni bërë edhe në platformë që e keni bërë për të ndihmuar në fakt shkrimtarëve dhe jo për t'i zëvendësuar ato? Po, normal, momental nuk është diçka që duhet të injorohet apo ta kthejmë kring nga ana tjetër, domethënë është një tool, ne e përdorim si tool, si mjet në pjesën e si developera, edhe është mjet shumë i mirë, shumë efikas. Mirë po atë që e ceke si zëvendësim, unë besoj që vjen si mungesë e informacioni. Domethënë, zakonisht na kur përmendet AI ju shkon në mend si diçka që do ta zëvendësohet. Mirë po nuk ka informacion se si funksionon ose çka mund të bëjë dhe çka s'mund të bëjë. Domethënë, s'mund asnjëherë të zëvendësohet. Mirë po momentin që normal lexon se si funksionon, e kupton se është thjesht një model ose një mjet që nuk mendon, nuk ka emocione, po thjesht bën përpunim dhënave, përpunim të informacioni ose dhënave. Shumë e vërtetë, sidomos në platforma të tilla, emocioni është një gjë kryesore, sidomos kur bëhet fjalë kur duhet të shkruhet story, kështu që në këtë rast nuk ka shansa që inteligjenca artificiale t'i zëvendësoj shkrimtarët, por edhe shumë profesione të tjera. Pra, ju si developera, si programera nuk e keni këtë shqetësim që nesër pas nesër inteligjenca artificiale do të zëvendësoj profesionet tona ose apo jo? Jo, është si shqetësim, por nuk është diçka që do mbrehet deri në atë nivel, siç tha kujtimi, nuk është diçka që mendon. Është thjesht përpunim informacioni për të servu diçka më shpejt. Njëjtë si shkrimtarëve që u ndihmon gabimet drejtshkrimore ose sugjerimet thjeshta, vetëm për ta bërë punën më të lehtë edhe më procesin e shkrimit. Po emocioni është prapë njerëzor, s'mund ta bëjë. Atë s'mund ta fitoj. Nuk mund ta ketë asnjëherë. Sigurisht janë përpunime të informacioneve të cilat tashmë ekzistojnë nëpër internet.
që i kanë shkruar edhe njerëzit, mbasi apo, që janë pjesë e njerëzve. Sa mendoni që jemi të përparuar, le të themi, ose të gatshëm për teknologjitë e reja si vend, sepse ju punoni këtu, platformën e keni, domethënë, e cek edhe një herë në nivel global, megjithatë prej këtu, prej tetove e keni krijuar platformën. Sa jemi të gatshëm si vend për t'i pranuar edhe teknologjitë e reja, qoftë në për institucione, qoftë në për kudo? Jena të gatshëm, mirë po normal kena disa avantazhe. Do më thonë, njëna për atina mund tjetë se nuk mund të krasana një kompani këtu në Maqedoni me një kompani këtë në ashtë në Silicon Valley. Kanë kapital shumë më të madh, kanë nështë edhe ekip më të madh, e shumë e ratë që më njerë ju jep avantash real. Mirë po, nga nga tjetër, me këtë që jena një kompani, një startup, jena ma ofër userave. Edhe mund të punojmë shumë ma shpejt, mund të marrim feedback për userave, edhe në kohë shumë të shpejt, ta shohim çka është më e logjikshme, ta implementojmë edhe t'ja u ofrojmë shumë ma shpejt. Pra nuk ka nevojë të jesh diku tjetër në vendet më të zhvilluara për ta bërë pikërisht këtë që the. Sepse unë këtu desha ta vendoj edhe fokusin edhe kur ju thira edhe më herët thash që domethënë të rinj të cilët kanë krijuar diçka nga Maqedonia. Pra nuk ka nevojë ta lëm vendin, sepse kemi këtë problemin e migrimit nga të rinjt, kështu që nëse ka ide, ato ide mund të implementohen edhe në vendin tonë, sidomos idetë si ideja juaj në fakt që erdhi dhe u bë u shndërruar një platformë kaq të suksesshme, do thoja. Kështu që nuk duhet të gjithë ata të cilët duan të bëjnë diçka, munden ta bëjnë edhe këtu tash. Mbase jo për të gjithë sferat ka diçka të tillë, le të themi opsione të tilla, megjithatë ekzistojnë këto opsione. Unë do ju falenderoj edhe një herë që ishit pjesë, sepse erdhëm fund e emisionit, e sheh që duket ndonjëherë sikur është kohë e gjatë, po që ndonjëherë nuk mjafton koha për të biseduar edhe për gjërat, sidomos për teknologjinë që është një sferë shumë e gjerë. Megjithatë, ju uroj shumë suksese edhe me platformën dhe sigurisht që ju bëj thirrje shikuesve të gjithë ata të cilët dëshirojnë që të jenë pjesë e platformës, e patë edhe vetë, është shumë e thjeshtë për të bërë pjesë, është falas dhe përveç që është falas, në fakt mund të fitoni edhe çmime, kështu që në vend që të paguani, do paguheni, kështu që ju bëj thirrje të gjithë që ta check out që thuhen këto anglezët, ta shohin edhe ta përdorin platformën. Unë ju falenderoj edhe një herë që ishit pjesë edhe shumë suksese të më tutjeshme edhe me platformën, inshallah mbrifshit sa më shumë me këtë platformë. Faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe një herë.